Mirdita, jemi në fshatin Zharnec të bashkisë Divjakës, dy fermer të mirë na hapën dyert, dhe unë dua t'i pyes për problemet e bujqësisë duke nisur nga përvoja e tyre. E para njërë faleminderit për mikpritjen, edhe doja t'ju pyesja nga vuan bujqësia në Shqipërinë përgjithësi, po e juaja në veçanti. Radhë parë vuan nga subvencionet, që nuk i vën fermerit direkt. Në radhë të dytë çmimet e plera të larta. Në radhë të tretë janë të skaduara me helme me gjitha. Janë të skaduara. Këto janë tre probleme më kryesore. Po, nuk e di, kanalet, ujitse dhe infrastruktura bujqësore, si është në përgjithësi? Infrastruktura bujqësore është beter. Kur paguajnë taksat në bashki të tatimit tokave, thot pastrim kanale Kullus, vadic, me të gjitha me radhë, kur vjen puna, asgjë nuk bëhet. Asgjë. Taksat paguhen dhe puna nuk bëhet. Tani, qatë themi ne, qatë bëjmë ne, aq kemi, aq... Ju kuptoj shumë drejt, dhe nga leximet që kam bërë për bujqësinë në rajon, Shqipëria është vendi që subvencionon më pak bujqësinë. Pra hidhen më pak para për numër ferme se kudo tjetër në rajonin e Ballkanit. E para, e dyta, është vendi me mekanikën më të pakët bujqësore. Karburanti më i shtrenjtë. Karburanti më i shtrenjtë. Po jap vetëm një statistikë, në Maqedoni dhe në Serbi ka 10 deri në 15 herë më shumë traktor për fermë bujqësore se në Shqipëri. Që thot bujqit e vendeve të rajonit janë më të avantazhuar dhe kjo është një nga arsyet pse Ne jemi me punën e kraut akoma. pikërisht. Dua të vej korrentin këtu, ai ka vënë taksën e televizorit. Kam televizor këtu? Kam televizor. Ai do pagush. Mirë, po janë 10 parcela. 10 taksa televizori? Të kuptoj. Ata thonë nuk i marrin taksat në dorë. Unë marr 40 litra karburant në ditët se kam 7 pompa që vadis. Llogaritë 1000 është taksa, 1000. 1000 është taksa. Po, 1000. Llogaritë 12000 lekë më merr që mëngjesi. Edhe thotë smart taksa në dorë. Ai ka në dorë gjithë çelësat. Ne dalëm me kostot lart, kërkojmë çmim të madh. Maqedonia s'të le, Serbia nuk të le, ka bllokuar gjithë. Po grumbulluesit çfarë roli kanë? Grumbulluesit bëjnë atë të pamundur, po edhe këto kanë atë hilet e tyre dhe ato. Ka fut mall nga jashtë, si duket futët pa dogan, se s'ka mundësi të dali kosa që futën pa dogan. Na bllokojnë. E kuptoj. Na bllokojnë. Çfarë do të Kosta prodhimit është jashtëzakonisht e lartë, sepse thash karburanti është shumë i shtrenjtë dhe plerat në kohën para 10 vjetësh plerat për shembull një dap, pa marrë një dap, supozojmë ka qenë 30.000 lekë kujtale, tani ka vajt 80-90. Është kosta 3 fish 4. Ndërsa çmimi i produktit që shesim ne është një lloj. Kështu që është bërë llogaria, që ne dalim me humbje të mëdha. Çfarë do t'i kërkoni shtetit? Po jo këtij shtetit korruptuar se e njohë, po një shteti i ri, një forcë e tretë qeverisë që mund ta qeverisë Shqipërinë. Ne i kërkojmë që të punohet drejtë çdo gjë që paguhet taksa, të hidhet paktën një 50% apo 30% të punë. Mua më shpris sera 4 herë. Bëra kërkesë, mirë po kur vajta atje në bashki, nga 700 metra që mu prish një pjesë, ata kishin shkrujt 2 dylyme 700. Edhe unë, nga interesi që më interesonte mua, vajta firmosa se ata rrini lokale dhe firmosa 2700. Mirë po kur doli ai zotnia pastaj më tha mua, "Ka firmose vajtit ato?" Atje i thashun te, "Po mirë ti patë 700 tha, jo 2700." Don, se çau bë me ato? Para ata i kanë marrë, i ka futur për xhepa. Edhe punoj me 2 standarde. Edhe ne as subvencione as gjë fërgje. Çdo gjë kemi bërë me kredi. Me kredi kemi arritur. Vitet e para kur ka ardhur Edi Rama në pushtet, na mashtroi me 20%. Edhe unë si fermer, brenda mundësive që kisha këtu, mallin e kaloja në pikët. Parat kalonin bank. Edhe thash në bazë asaj do më japë 20%, e kupton? Sa ajo është realiteti që duhet t'i vej fermerit. Dorëzoj mall atje, në bazë përqindjes parave që kam kaluar në bank, do punëzes, edhe kalon ajo asnjë, i morën vetëm pikat, sepse me ata janë të lidhur. S'ka nevojë. Edhe subvencionet e bujqësisë i marrin me mik e me parti, e i vjedhin, madje vjedhin edhe fondet e Bashkimit Evropian. Ju e dini shumë mirë fondet e IPARD-it që janë bllokuar prej vitesh, turpi i botës. Jemi vetëm vend që na kanë pezulluar fondet, mirë që vjedhin paratë e popullit ton, po vjedhin edhe paratë e popujve të Evropës.
Unë kam 2 quna që janë në Itali, kërkojnë të vinë këtu. Por bab shto serën, thotë, po s'kam lek i them unë. Po mira atje në televizor jepet subvencione, jepen kështu. Ndërsa unë një djalë kam punuar rend këtu, kam bërë gabime të madh që e mbajta këtu. E kam majtu në zërës. Bërë gabime më të madh. Se po që se vazhdojmë në këtë lloj shteti me këtë lloj ti kësh natën se ditën të shofi. Pak më e kisha një pyetje, se po më thoshe që të zhvonuar prodhimi për shkak të motit dhe bujësia i ka këtë gjëra që moti ndikon shumë te prodhimi. Si ka ndikuar domethënë te biznesi juaj, te ferma juaj, vonimi i prodhimit? Dhe çfarë mas do kërkoje në këtë situatë? Jo, po që sa për vonesën e prodhimit që në kushtet të smervik. Po. Se shalqiri faktikisht do temperaturën e lulës 13-14 gradë nata. Mi pa ishte ftohtë, ishte ashtu, tani që u ashu koha, i lidhi për këtë pjesë. Por a do doje diçka në rast se mund ndodhi dhe moti mund të bëjmë më keq, edhe mund të ketë probleme tjera. Unë qalla fosan para, mu Çfarë prish garanci i bara letra dhe s'mi dhan lekt, i morën vetë. Po nuk bëhet fjalë për garanci se s'ka marrë njëri lek. Nuk ka marrë njëri. Ne jemi 200 familje këtu, unë s'di një bujk që tjetë bujk që të ketë marrë. S'ka shanse. Nuk ka shanse. Fakt, kur bujësia ka të merresh me bujësi nuk është njësoj edhe si një lloj biznesi tjetër, sepse ndikohet nga faktor komplet të jashtëm, që nuk është vetëm marrëdhënia shit blerje. Po, është për moti dhe prandaj po i thoshta edhe zotrisë domethënë që është vonuar prodhimi dhe vonimi i prodhimit do thotë që s'do ketë para për të paguar punëtorët për të bërë një shërbim tjetër apo më pak të ardhurat të futura në familjen e tij. Ata shtëpi që kanë bërë aty janë hedhur 100.000 euro, po ishte dapit 40.000 lekë. Sot është 100. Çmimi i prodhimit është i njëjtë. Është i njëjtë çmimi i prodhimit që heqim. Kosta është 3 fish. Kështu që këto 10 vjeçare e fundit kemi falmentuar fare. Mezi po rezistojmë vetëm për të ushqyer, jo për diçka tjetër. Është problem. E para jeni një konkurrencë pa ndershëm me sa i përket rajonit, sepse ata subvencionohen dhe nxjerrin me kosto më të ulët pra shesin produktin me çmim më të lirë. Ta kanë bërë ligjin në parlament sipas interesit X-it apo Y-it. Ai thot, edhe ai fermeri që ka 10 koklop, ai thot, po patë mbi 10 po patë 9, ai që ka 9 s'përfiton gjë. Ai ka bërë llogari që shumica janë në këtë stad, po, edhe hektarë të tokë edhe të gjitha. Kështu që ne si fermer nuk kemi marrë asgjë. Në këtë zonë që jemi ne absolutisht këtë fituar njëri. Unë ju falenderoj vërtet shumë që na mirëpritët edhe na dhat mundësinë që t'ju pyesni më shumë. Në programin e Lëvizjes Bashkë ne kemi një kapitull të veçantë për bujqësinë, rreth 15 faqe. Do japim dhe i kopi që ta lexoni. Ne i zotohemi që të rrisim ndjeshëm subvencionet për bujqësinë, buxhetin e shtetit në përgjithësi për bujqësinë, të jemi në krah prodhuesit dhe jo grumbulluesit apo këtyre tregtarëve të mëdhenj, siç e bëjnë qeveritë zakonisht në Shqipëri, dhe po ashtu të nxisim dhe industrinë agro-ushqimore. Sepse besoj që edhe mbi prodhimi juaj, që nga njëherë shkon nëpër kanale, shkon i tillë pikërisht në Shqipëri nuk është e zhvilluar industria përpunuese. Nuk prodhohet mall vendas. Në idenë tonë kemi bie fjalën, në programin tonë kemi një ide që e quajmë nga ferma në shkollë. Ne duam që në shkollat e vendit të gatuhet për fëmijët ushqim me produktet e lokalitetit. Kështu edhe prodhimi juaj të ketë mundësi të shkojnë në shkolla, të gatuhet dhe fëmijët ushqehen në mënyrë më të shëndetshme, por edhe ju keni mundësi të prodhoni më shumë e të qisni më shumë. Edhe ju falenderoj shumë që na dhat argumentet tuaja, na dëgjuat dhe na dhat mundësinë të themi sa të vërteta. Mbaru vaft, edhe inshallah Poshtë rama, radhe. Edhe ju mbaru shkof me prodhim. Faleminderit.